Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdërojmë, çojmë salavat e selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve të sinqertë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, po vazhdojmë me dersin e radhës në sira. Javën e kaluar faktikisht kemi përfunduar apo kemi shpjeguar ngjarjen e hijretit që e kanë bërë në Abesini musliman, pastaj edhe tentimit të kurejshitëve për t'i rikthyer ata njerëz që kanë shkuar në atë vend dhe kanë caktuar kemi shpjeguar, kanë caktuar një grup prej dy personave të njohur, Amr ibn Asi, edhe kanë shku për me i kthy këta musliman, edhe debati që ka ndodhur mes tyre kemi shpjeguar. Tentimi i dytë i Amr ibn Asit me ka dash me fut një lloj moskënaqësie tek Nexhashiu karshi muslimanëve, duke i thënë se këta nuk thojnë për Isa alayhis salam atë që thuni ju që është djali i Zotit. Edhe debati pastaj kur është rikthy, edhe çysh ka refuzuar Nexhashiu me mos m'ia kthy këta njerëz kurejshitëve, saqë ka thënë nëse një kodër ari më jipet, nuk do t'ua dorëzoj këta njerëz. Ai ka kthy të gjitha ato dhuratat me të cilat i patënqu këta njerëz për me josh në një formë apo tjetër këta njerëz për mi kthy. E tash këtu ka ndodhur thot një rrethon për arsye se Nexhashiu tash kur ka komunikuar me Xhafer ibn Abi Talibin, Xhaferi ka qenë që ka fol në emrin e muslimanëve, i ka thënë një fjalë, ka thënë ka marrë një shkop të vogël ose një farë krane që me thonë, apo një san prej tokës, edhe ka thonë ajo që po thu ti për Isa alayhis salam, për arsye se Xhafer ibn Abi Talibi ka thonë që Isa alayhis salam nuk besojmë që është djali i Zotit, as që është Zot, po që është pejgamber i dërguar i Zotit, ka lind me pa bab, si mrekulli prej Allahut Madhërisëm, edhe nga nana e tij që ka qenë e virgjër. Edhe Nexhashiu ka marrë atë shkopin ose atë kranë dhe ka thënë për Zotin, ajo që ka po thu ti për Isa alayhis salam nuk e ka lënë këtë fletë, me thonë, ose këtë shkop. Edhe në një formë ja ka aprovu, edhe i ka thonë Amr ibn Asit, edhe një kodër me më dhonë dukat, nuk t'i kthej këta njerëz, po jeni të lirë me jetu në mbretërinë tëme, edhe s'ju nguc kurkush, edhe faktikisht edhe u ka tërheq vërejtjen që nëse ndodh dikush me ju bë një të keqe, atëherë edhe të dënohen. Të afërmit e Nexhashiut që kanë qenë ata këshilltarë, që gjithashtu edhe ata kanë qenë krishterë edhe priftrinj, janë friksuar nga ky formulim i këtij. Njerin këtë formë që faktikisht ka ndryshuar fetë, as qysh ata pretendojnë që Isa alayhis salam nuk është djali i Zotit, edhe ky në një formë u aprovoi. Edhe masi që ka ndodhur ndarja, është bën një hallakam në mesin e krishterëve edhe përfaqësuesve ose të afërmve të Nexhashiut, edhe fillun pakënaqësitë, edhe Nexhashiu e dëgjoi që ka tendencë edhe me e mbyt ose me i bë diçka të keqe për shkak të kësaj fjale që e kishte thonë. Edhe sipas disa transmetimeve thuhet që Nexhashiu ishte në një situatë në të cilën ishte, thuhet se e ka shkruajt në një letër se beson Allahun dhe se Isa alayhis salam është i dërguar i Zotit, edhe i lindur pra me mrekulli, pa bab, edhe nga nana e tij Merjemeja, pra e virgjër,
thuhet se e ka shkrujt këtë edhe ka vendos në gjepin që e ka pas në jakna, apo setër, apo që kanë vesh atëherë në gjybe, edhe ka vendos aty, edhe i ka thirr ata të afërmit, edhe këshilltar që i ka pas, edhe i ka mbledh të gjithë, edhe ka komunikuar me ta. Nexhashiu ka qenë një mbret, që e ka lavdruar dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i drejtë, edhe nuk ka bërë zullum, po kjo i pa dhënë avantazhe të shumta se e ka forcu shtetin, edhe njerëzit kanë qenë të kënaqur me të. Do thotë nuk ka pas ndonjë pakënaqësi pse është mbret e kështu me radhë, për arsye se vërtet ka qenë në nivele të larta të udhëheqjes. Po kjo kur ka ndodh, atëherë te ata ishte do thotë një alarm se ky e ka ndryshuar fen, prandaj edhe filloi pakënaqësia edhe refuzimi. Atëherë kur i ka mbledh këta, edhe i ka pyet, ka thonë çfarë mbreti jam në mesin e juaj. Atëherë ka thonë mirë, do thotë je prej më të mirëve dhe më të drejtëve, nuk i bën zullum kur kujt e kështu me radhë. Atëherë thotë pse çfarë është pakënaqësia juaj? Atëherë ata i thonë që pakënaqësia jon është se ti nuk po e beson Isaun ashtu që duhet. Edhe thotë si e besoni ju Isaun? Atëherë ata thonë ne besojmë që është djali i Zotit, dhe faktikisht ato bindjet e krishterëve në përgjithësi. Atëherë thot edhe unë të njëjtën të thot ajo çka e kam në domthonjë për Isaun alayhis salam është e njëjta që e kam do thot këtu në gjoksin tim. Edhe në një formë ka bën një lloj me thon kushtimisht mashtrimi që atë që kishte ai në gjoks ishte e shkruar, atë që e besonte edhe ishte i bindur. Mirë po ata që ishin të afërmët e tij, ata menduan që ato deklarime që i kanë thonë të njëjtën e ka në gjoks edhe ky. Edhe kështu e te i kaloi këtë situatë dhe këtë rrethon, edhe ajo që është e qarta edhe e sakta, ashtu që e vërteton edhe transmetime të shumta nga ngjarjet e ndryshme në lidhje me Nexhashiun është se vërtet ka qenë besimtar dhe ka qëndruar në fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk o deklaru publikisht për shkak të rrethonave edhe situatave në të cilën ishte, dhe ka mbajt fen në atë formë në vetveten e tij, edhe kështu do thotë ka qenë deri në kohën kur ka vdek. Dhe kur ka vdek Nexhashiu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra pas kësaj ka pas komunikime me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej komunikimeve që vërtetohet është edhe martesën që e ka bë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me Ummu Habiben. Ju e dini që nga ata njerëzit të cilët kanë bë hijret, ka qenë edhe vajza e Ebu Sufjanit. Ummu Habibe ka pas emrin, që ka qenë i martuar me Ubejdillah ibn Jahsh. Ky Ubejdillah ibn Jahsh ka qenë prej Mekasve, edhe i afërm pra prej Kureshitve, edhe kur kanë bë hijret, thuhet, nuk është diçka e vërtetuar në zinxhir transmetuesish, por thuhet se Ubejdillah ibn Jahsh kur ka shkuar në Etiopi, në Abisini, edhe ka jetuar atje, është ndikuar nga krishterizmi dhe e ka lënë Islamin edhe është bë krishter. Thuhet kështu, nuk është diçka e vërtetuar, edhe ky ka qenë burri i Ummu Habibes. Dhe mas një kohë ky vdes. Ubejdillah ibn Jahsh vdes, por thuhet se ka vdek në krishterizëm dhe ka qenë do thotë ishte mashtruar mas dehjes edhe alkoolit e kështu me radhë, dhe ka vdek mas një kohë. Edhe Ummu Habibe ka mbet vetën i vetmuar do thotë në Abisini. Nuk ishte do thotë kush të kujdesej për të. Edhe në këtë rrethon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kërkon prej Nexhashiu që ta merr përsipër ta realizojë martesën me Ummu Habiben. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lyp me një fjalë dorën e Ummu Habibes nëpërmjet Nexhashiut, dhe Nexhashiu e ka marrë përsipër edhe e ka realizuar këtë martesë, duke qenë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, dhe në anën tjetër duke qenë Ummu Habibja në Abisini. Mirë po është realizuar martesa dhe këtë e ka marrë përsipër Nexhashiu. Dhe thuhet në transmetime që tregon edhe Imam Dhahabiu kur flet për Nexhashiun
që atë dhuratën, meherin, e keni parasysh dhurata që jepet gruas në gjatë ceremonisë së martesës, e ka marrë përsipër Nexhashiu dhe ja ka dhënë një shumë të madhe të parave, me të cilën ka jetu Ummu Habibe derisa ka jetu në Abisini. Pastaj, pas një kohë, jo shumë shpejt, pas një kohë është kthy edhe është bashkangjit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, mirë po kjo ka ndodhur shumë vonë, do thotë disa vite ka qëndruar ajo në Abisini. Dhe kjo është do thotë ajo ngjarja që ndërlidhet me Nexhashiun dhe ajo çfarë vërtetohet dhe e cila gjëja është e saktë është edhe fakti se masi ka vdek Nexhashiu në këto rrethana, i ka ardhur lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet shpalljes dihet, edhe ka dalë në atë ditë që ka vdek, dhe kjo ka ndodhur vonë, masi që kanë bërë hijret muslimanët në Medinë dhe kanë jetuar në Medinë një kohë, ka ardhur lajmi edhe ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te sahabët edhe ka thonë sot ka vdek një rob i Allahut Madhërisëm për Nexhashiun, edhe e ka fal namazin e xhenazës, i thuhet salatul xhenaza lil ghaib. Do thot duke mos qenë prezent xhenazaja. Ju e dini zakonisht kur falet namazi i xhenazës, domthonë qitet xhenazja përpara dhe falet, edhe kjo është do thotë parimore. Edhe nuk i falet namazi i xhenazës derisa gjendet trupi. Mirë po në këtë rrethon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka fal edhe duke qenë në Medinë, edhe trupi i Nexhashiut duke qenë në Etiopi, dhe kjo është do thotë një aspekt fikhor, do thotë shpjegohet që i falet namazi i xhenazës një njeriu që nuk është, do thotë edhe nëse nuk është prezent xhenazja, ka dy mendime. Njëri mendim thotë, dhe kjo është do thotë mendimi Hanefive, thotë nëse xhenazja nuk është fal fare, sikur që ka ndodhur me Nexhashiun. E keni parasysh që në Etiopi nuk ja kanë fal namazin e xhenazës, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë përsipër dhe ka fal duke qenë në Medinë. Dhe kanë thonë në çdo rrethon, nëse ndodh kështu me pas dikush situatën që vdes edhe nuk i është fal namazi i xhenazës ose është hub, me thonë kushtimisht trupi nuk është gjet, atëherë i falet namazi i xhenazës kudo që të jemi, domethënë për shkak të kësaj rrethane edhe kësaj situate. Disa të tjerë kanë thënë që namazi i xhenazës i falet duke mos qenë prezent. Pra, nëse ka qenë një personalitet shumë i veçantë, kështu që ndodh nganjëherë për shembull edhe në Mekë, edhe në Medinë, pra në hareme, që nëse vdes për shembull ndonjë personalitet, sikur që mundet me qenë ndonjë dietar i njohur, i cili është për shembull i Egjiptit ose ndonjë vendi, për shembull për Sheikh Albanin, që ka vdek në Jordani ka vdek, na kemi qenë prezent, unë s'kam prezantuar në xhenazë për shkak se ka ndodhur kjo në Mekë, është fal namazi i xhenazës në Mekë, i është fal domethënë Sheikh Albanit, edhe pse nuk ka qenë prezent, për arsye se kanë thonë, e keni parasysh analogjin. Disa kanë bë analogji në rrethanën se Nexhashiut nuk ja kanë fal xhenazën kurkush, edhe pejgamberi sa më ja ka fal duke qenë largas. Disa kanë thonë jo, e kanë marrë në aspektin e personalitetit. Nëse është personalitet që ka pas ndikim, ka bë arritje, pavarësisht a dietar apo udhëhes e kështu me radhë, atëherë i falet si respekt, edhe nëse domon vende tjera të muslimanëve, si respekt edhe dua edhe lutje për të. Dhe kjo është do thotë dy qëndrime të ulemave në përgjithësi. Hanefite kanë mendimin e parë, mezhebe tjera kryesisht e kanë tek Hanbelit, do thotë është e njohur, është do thotë mendimi i dytë, që nëse është personalitet, atëherë i falet namazi i xhenazës kudo në botë për arsye të atyre arritjeve dhe edhe kontributit që e ka bë për muslimanë, çashtu qysh sikurse Nexhashiu që e ka bë për muslimanë në Abisini në atë kohë. Pra, kjo ngjarje edhe ky fakt është e vërtetuar në hadithe të sakta që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka fal namazin e xhenazës duke qenë në Medinë, edhe e ka përkujtuar, edhe këto domosdoshmë janë ato informacione edhe dhëna të cilat dihen për Nexhashiun në përgjithësi. Tash në botë historikisht thuhet që ekziston edhe varri i tij në Abisini, ende
po sa është e vërtet, a është apo nuk është, kjo nuk dihet, do thotë nuk është diçka e vërtetuar me fakte shumë të qarta, mirë po varri i tij gjendet në Abesini, pra në Etiopinë e sotme, po sa është e saktë, Allahu alem themi, dhe ndalemi aty. Ato që ka dihet janë do thotë këto ngjarje, edhe këto dhëna. Por gjithashtu është të thot një gjë që është të thot duhet të thot përmendet edhe të kujtohet, ai fakti se vërtet me këtë pranim edhe do thot ndihmes që u ka bë muslimanëve që kanë ikë prej Mekës në Abesini, ka qenë do thot një vepër shumë madhështore, për arsye se ka qenë një numër jo dhe aq i vogël, 120 thuhet për afërsisht që kanë qenë këta, dhe ndërkohë kanë qëndruar gjatë, nuk është që kanë qëndruar vetëm një kohë të shkurt, për arsye se ata janë kthy kryesisht mas marrëveshjes së Hudejbis. Do deri atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka thirrë mu kthy. Pra ata kanë qëndruar, edhe pse është bërë hijreti në Medinë, është bë pra lufta e Bedrit, është bë lufta e Uhudit, është bë lufta e Hendekut, pra janë bë të gjitha këto lufta deri tek marrëveshja e Hudejbis kur është bë, atëherë i ka kthy edhe janë kthy muslimanët nga ky hijret, pra deri atëherë ka qëndruar dhe është një urtësi që për arsye se vërtet kur kanë fol arsye pse si ka kthy me njëherë në Medinë, për arsye se rrethanat, edhe pse muslimanët kur e kanë bërë hijretin në Medinë, ashtu siç do ta kuptojmë kur vim në shpjegimet më të tjeshme, megjithatë ende nuk ka qenë siguria shumë e plot në Medinë, për arsye se kanë qenë hebrejt, ashtu siç do të marrim, do të kuptojmë më vonë, për arsye se në Medinë ka pas hebrej, dhe situata nuk ka qenë shumë e sigurt, që prandaj edhe e kalon një lloj opsioni, i kalon atje në formë ma qetë edhe ma sigurt se sa të kthehen në Medinë, dhe e dim që në Medinë ka pas shumë refugjat, rrethana nuk kanë qenë ashtu në situatë që të vjen edhe ai numër i muslimanëve, andaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mbajtur atje që nëse ndodh, me thonë kushtimisht, ndoshta mundet me elaboru edhe në këtë formë, që me qenë si një lloj plani i dytë, që nëse ndodh diçka në Medinë, me qenë ai numri muslimanëve, pra atje në Abisini, dhe mos me ndodh pra e gjithë fatkesia mbi muslimanët të cilët ndoshta në një formë apo tjetër do të mund të ndodhte në Medinë, për arsye se ju e dini që jahudit edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas marrëveshje me ta, nuk ka qenë situata që mund t'ju besonte shumë atyre. Dhe ata kanë qenë të fuqishëm dhe kanë pas ushtri, kanë pas treg, kanë qenë të pasun, dhe në çdo situatë dhe në çdo rrethon është prit ndonjë rrezik i mundshëm prej tyre, prandaj edhe për këtë shkak i kanë bajt derisa është arrit marrëveshja e Hudejbis. Kur është arrit marrëveshja e Hudejbis, atëherë i ka kthy edhe janë kthy në Medinë. Dhe për këtë do të flasim kur vim në situatën mas Hudejbis. Prej ngjarjeve tjera të cilat kanë ndodhur para pra hijretit, ka qenë edhe e kemi spjegu edhe çështjen me një fjalë bojkotit që ja kanë bë familjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe hashimive në përgjithësi, dhe këtë e kemi shpjegu më herët. Tash është një send që do të më pas parasysh që disa dhëna të cilat po i shpjegojmë në këtë kohë apo në këtë fazë të historisë Cirës, nuk është që dihen edhe në formë detajume cila ka ndodhur para cilës. E keni parasysh, për arsye se në Medinë ka qenë ma faktike, do thot ma e evidentuar ngjarjet kanë shkuar, për shembull Bedri, Uhudi, para Bedrit e kështu me radhë. Në Mekë nuk, domethënë për shembull ngjarja e Isras dhe Mirajit ka mos pajtime, pastaj hijreti a ka ndodhur mas pari hijretin në Abisini apo bojkoti, e kështu me radhë, nuk është që dihen shumë qartë ndodhit cila pas cilës ka ardhur.
Domthon këto duhet me pas parasysh edhe e shpjegojnë ulemat për arsye se nuk ka mundësi fort me u lidh në një ngjarje caktuar që me ju e dini në atë kohë nuk ka pas, e kemi përmend disa herë, nuk ka pas evidentime të historisë ose edhe data të caktuara. Njerëzit janë lidhur me një ngjarje të jashtëzakonshme e cila ka ndodhur, sikurse që ka qenë viti i elefantit, sikur me thonë tash kushtimisht para Covidit ose mas Covidit, që faktikisht nëse nuk e mendojmë edhe na mos me pas parasysh që faktikisht Covidi është në 19 për arsye se ka filluar në 19-ën, ndoshta mas një kohë dhe harron cila datë ka qenë, po e din që para ose pas. Kështu do thotë janë evidentu datat në atë kohë. Prandaj edhe na po i përmendim si ndodhi, po nuk do thotë që në formë detyrueshme që ka ndodhur në këtë formë do thotë kronologjike ashtu që i kemi shpjeguar. Pra bojkoti ka ndodhur, ajo që ka dihet është që ka ndodhur mas hijretit në Abisini e kështu me radhë, po madje edhe thuhet që ka ndodhur ndoshta kthimi i parë prej Abisinis në Mekë, ju e dini, kemi përmend që janë kthy, ka qenë në momentin e bojkotit kur ka ndodhur. Pra kjo domthon edhe një herë po them, po i përmendim si ngjarje, po nuk do thotë në formë automatike se ashtu ka ndodhur njëna pas tjetrës. Prej gjërave që përmendet edhe që ndërlidhet edhe me ajetet kuranore është edhe një betejë kushtimisht që ka ndodhur jo në mesin e arabëve, po që ka ndodhur mes të romakëve edhe persianëve. Që për arabët në vendin e tyre nuk është që ka pas një ndikim të direkt, drejt për drejt, po ka pas ndikime të rrethorta. Për arsye se ju e dini që jetesa në Mekë posaçërisht është zhvilluar, ka qenë mbështetur në tregti, në tijaret. Prandaj edhe zhvillimet e luftrave ose beteja me thonë tek fqinjit e tyre ka pas një lloj impakti, nëse jo në formë direkte, në formë indirekte për shkak të tregtisë e kështu me radhë. Prandaj ju e dini që këto dy perandori kanë qenë perandori të mëdha në atë kohë, persianët edhe romakët. Ju e dini që gjithashtu edhe sipas fakteve, persianët kanë qenë mushrik, idhujtar, kurse romakët kanë qenë krishterë, ehlul kitab, me një fjalë. Edhe mushrikët e Mekës e kishin një lloj animi dhe kishin dëshirë me fitu në këtë betejë, me fitu persianët, për arsye se ishin më afër me besim me idhujtarët se sa me ehlul kitab, do thotë se sa me krishterët. E në anën tjetër, muslimanët, ju e dini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam posaçërisht kur ka qenë në Mekë, është mundu me qenë shumë i afërt me ehlul kitabin. Tregohet edhe në shumë veprime, do thot ka anu, do thot ka ehlul kitabi për arsye se ata edhe nëse kanë pas devijime në besimin e tyre, megjithatë kanë qenë pasues të librave të pejgamberëve. Kështu që ka pas një afërsi me ta. Këtë e shohim edhe në Medinë kur e ka pa hijretin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, se fillimisht është afruar me hebrejt për shkak kësaj afërsie. Pastaj do thotë ka filluar edhe identifikimi edhe distancimi në gjërat edhe pretendimet e tyre në përgjithësi. Prandaj edhe tregohet një lloj debati që ka ndodhur mes të Ebu Bekrit si musliman edhe idhujtarëve të Mekës që kanë edhin në biseda e tutje se kush do të fitoj edhe pas fitores janë krenu që apeshe që kanë fitu persianët, ju po identifikoni me ehlul kitabin dhe me krishterët, po të ishin ata në rrugën e drejtë, atëherë do të fitonin ata. Do thotë ka qenë një lloj debati i kësaj, edhe Ebu Bekri kur shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon do thot për këtë bisedë që ka bë, edhe i zbret shpallje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë surën Ar-Rum, ku pejgamberi Allah i madhreshëm thot Alif Lam Mim ghulibatir Rum, që në përkthim Alif Lam Mim
janë mundur romakët. Allah i madhreshëm në këtë ajet flet për këtë luftë, thot janë mundur romakët fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Edhe Allah xhala ala bat në një betejë që ka ndodhur thot në një vend që ka qenë si lugin e poshtme, mirë po Zoti i madhreshëm në vazhdim të këtij ajeti bat dhe ata pas një kohe do ta rikthejnë edhe do të fitojnë prapë. Allah xhala ala po thot këtë në këtë ajet, do thot po paralajmëron diçka që ka më ndodhur, pra në këtë betejë kanë psu disfat romakët. Mirë po pas një kohë po thot Allah xhala ala, ata do të jenë fitimtar. Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Dhe kjo do të ndodh bid'i sinin do thot në vitet pas pak viteve. Fjala bid'a në gjuhën arabe i thuhet prej 3 deri në 9. Domthon kur në gjuhën shqipe nuk e kena një formulim të them, na kur themi disa, mundet me qenë prej 2-ve, 3, 4, 5, 10, 15, 20, na shtë mundet me qenë edhe më shumë dhe na e formulojmë disa. Mirë po te arabët e kanë një shprehje kur thonë bid'a, e kanë për qëllim një numër caktuar prej 3-ve deri në 9. Apo kupton, nuk ka më shumë se 10. E Allah xhala ala bat fi bid'i sinin, do thotë në këto pak vite, po prej 3-ve deri në 9. Edhe kur kupton Ebu Bekri këto ajete, pra në fillim të surës Ar-Rum, kur takohet me Ubej bin Khalaf, edhe bën një lloj, qysh me thonë, sfide me ta, edhe thot që kanë me fitu prap romakët. Edhe pse kanë mësu disfat, atëherë i kërkon ky mushriku i kërkon do thot me hy do thot në mu lidh me një fjalë. Mu lidh se a kanë me fitu apo jo. Edhe në atë kohë nuk ka qenë ndaluar ende do thot mu lidh me pare. E keni parasysh, mu lidh edhe Abu Bekri lidhet me këtë mushrikun, edhe pra që brana mas 3 vite që kanë me fitu romakët. Edhe kur i tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thonë 3 vite janë pak, për arsye se në ajet ka ardhur bid'a sinin. Prandaj u duh mu lidh më gjatë. Edhe Abu Bekri kur e kupton, atëre kthehet edhe gjatë bisede e shton do thotë këtë kohë deri në 9 vite. Edhe ajo që ka vërtetohet është që kjo rikthim do thotë i fitores së romakëve ka ndodhur, edhe ka ndodhur masi që është bë hijreti, pra jo mas 3 vite, mas një kohë, nuk dihet qartë kur, edhe muslimanët vetë se kishin bë hijretin në Medinë, edhe i gëzohen këtij fakti, jo vetë fitores romakëve, pra arsye se muslimanët nuk është që kishin ndonjë benefit nga kjo, po realizimi të kësaj do thot parashikimi, me thonë kushtimisht të Allah xhala ala që e ka përmend në këtë ajet dhe i gëzohen kësaj edhe vërtetimet të kësaj, edhe pse nuk ka pas mundësi Abu Bekri pastaj të komunikoj me këtë mushrikun me të cilën kishte realizuar do thot këtë çush më thon mu lidh me pare, por i gëzohen faktit edhe ngjarjes që është vërtetu ajo që ka paralajmëru Allahu xhala ala në këtë ajet. Pra edhe për këtë mund ta lexoni në surën Ar-Rum, edhe me shikues se si Allahu xhala ala në fillim të kësaj sure e përmend këtë fakt edhe se si do t'i gëzohen muslimanët kësaj betejë edhe kësaj fitorie masi që të ndodh. Edhe me të vërtet ju kanë gëzuar si rezultat edhe rrethana asaj që e përmendëm pak më herët. Pastaj prej ngjarjeve që kanë ndodhur në këtë kohë kanë qenë edhe 2 ngjarje që kanë qenë shumë të mërzitshme për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Faktikisht edhe ky vit është quajtur vit i thuhet në gjuhën arabe është njift si Amul Huzn, që nëse përkthejmë në shqip domethënë viti i pikëllimit. Do thot viti i mërzis, për arsye se është vit në cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ballafaqur me 2 mërzi. Cilat janë ato 2 mërzi? Mërzia e parë ka qenë vdekja e agjes së tij Ebu Talibit. Dhe kjo ka qenë një, me thon kushtimisht një ngjarje shumë e vështirë për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për shkak të rrethanave edhe situatës.
nuk ka dyshim që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dashur Ebu Talibin. Do thotë për arsye se ka qenë i afërm i tij, axhi i tij, po në njëjtin kohë edhe e ka mbrojt Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, edhe pse nuk e ka pasu fen e Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, po e ka mbrojt nga pikpamja e qysh me thonë kushtimisht prejardhës, fanatizmi i do thot mentalitetit fisnor, edhe në asnjë moment nuk ka heq dorë nga mosmbrojtja e nipit të tij. Edhe ky ka qenë udhëhes, edhe në një formë nuk ka leju, edhe nuk ka pranu që dikush nga fisi i tij që të lëndohet apo t'i bëhet keq, aq më pak edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ka qenë djali i vllaut të tij, që e ka rrit vet, masi që i ka vdek baba, pastaj gjyshi, edhe e ka rrit edhe e ka shiku sikur me qenë do thotë djali i tij, prandaj edhe nuk ka pranuar në asnjë formë. Edhe pse i kemi përmend, ka qenë në gjendje pra 2 vite apo 3 vite me përjetu atë bojkotin të cilën e kemi shpjegu javën e kaluar, edhe është ballavaçuar me ato vështirësi të jashtëzakonshme, megjithatë nuk ka heq dorë nga nipi i tij, dhe këtë nuk e ka bërë për ndonjë arsye tjetër, vetëm se për me mbrojt gjakun e tij, jo pse ka pretendu apo e ka besu fen e nipit të tij. Edhe prej ngjarjeve që përmend, edhe këtu ndërlidhet edhe kjo që e kemi përmendur ndoshta më herët, është se në këtë situatë kur ka qenë Ebu Talibi në shtratin i smur, thuhet që prap kanë ardhur paria e Mekasve në krye me Ebu Gjehlin, Umej ibn Khalaf, e kështu me radhë Abdullah ibn Khalaf, e kështu me radhë domon shumica e asaj parie, prap kanë ardhur tek Ebu Talibi edhe i kanë thonë qyre je të shkuti nga kjo, domon të vdek, je plak, ka qenë shumë plak të thot mosh thyer, edhe njëherë po të lutemi që fol me nipin ton edhe le të heq dorë edhe mos na nguc, për arsye se nëse shkon ti nuk dyshojmë që mundet me ndodh edhe ndonjë betejë ose luftë edhe gjakderdhje në Mekë, prandaj i bojnë do thot prap presion atij që me i fol Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vjen e thirr Ebu Talibi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke qenë i smur, edhe prap i bën një lloj, me thon kushtimisht rexhaje që mos mi nguc me kaset edhe Milan rahat në fenë e tyre, edhe mos me prediku besimin në një Zot e kështu me radhë, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot o Axh, thot unë nuk jam të lyp prej tyre asnjë sen, vetëm se një fjalë me dëshmu fjalën la ilaha illallah. Edhe ata thonë kjo, Ebu Talibi thot kjo është ajo fjala të cilën ata po e refuzojnë, për arsye se kjo fjalë nënkupton që ata me i rënu të gjithë zotrat e tyre, dhe faktikisht mbetet kjo situatë prap e paqartë, edhe një nga gjërat që vërtetohet në këtë situatë dhe në këtë rrethon është fakti se Ebu Talibi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe në momentin e vdekjes shumë e lut Ebu Talibin me pranu islamin, me thonë dëshmin, me thonë shahadetin. Edhe i thot që o Axh, thuje një fjalë që bile takom une që ato argument që nesër kur dal para Allahu xhala ala me çat fjalë me të mbroj ty, do thot është fjala me dëshmu edhe me thon shahadetin. Mirë po, ky ka qenë me thon një puro, do thot një lloj me thon kushimisht racist, ose do thot njëri që është lidh me të partë e tyre, edhe nuk ka dashur me heq dorë nga ajo në cilën kanë thirr do thot prindrit e tij, ose kanë besu prindrit ose familja ose paraarsit e tij, edhe kjo ka ndikuar gjithashtu edhe në vizitat që ja bënin vazhdimisht paria e Mekës, Ebu Gjehli, Axha do thot vllai i tij Ebu Lehebi, Umej ibn Khalaf, e kështu me radhë këta paria e Mekës, edhe i thonin qysh në këto momente do me lëshu rrugën e të parëve tanë, mi nënçmu do thot të parë tanë, e kështu me radhë, edhe në momentet fundit
vdes duke mos qenë musliman. Pejgamberi sallallahu mërzitet shumë për këtë rrethon edhe për këtë situatë, edhe për këtë shkak ka zbrit edhe ajeti innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha, ku Allah xhalla ala i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që vërtet o Muhammed ti nuk mundesh me udhëzu ku ndon ti, po Allahu është ai i cili i zgjedh edhe e udhëzon atë që Zoti i Madhërisht don, dhe kjo pra nuk është në privilegjen edhe në të drejtën e njerëzve, por kjo është do thot diçka që është në dorën e Allahut të Madhërisht, dhe Allah xhallahu i zgjedh njerëzit të cilët i bën të udhëzuar, por kjo asesi nuk kupton që njeriu më thonë valla mu bazun kaderit, më thonë valla Allah s'ka dasht me më udhëzu, edhe për çata që më udhëzu, edhe javën e kaluar apo para 2 javë kemi mbajtur një hutbë në lidhje me këtë, që është e vërtetë që në dorë Zotit Allahut të Madhërisht është do thotë udhëzimi, mirë po Zoti i Madhërisht në përzgjedhjen e njerëzve ka lënë sebepe dhe shikon zemrat e njerëzve, edhe varësisht prej asaj se sa kanë interesim, sa janë sinqert në kërkimin e të vërtetës, edhe Allah xhalala u hap zemrat atyre në përgjithësi. Nëse në zemrat e tyre ka interesa, joshje e kështu me radhë, atëherë Allah xhalala u barikadon zemrat edhe më shumë, sa do që njeriu ndoshta tenton apo mundohet me thirr, nëse në zemrën e ti nuk ka interesim dhe nuk ka synim, atëherë edhe Allah xhalala nuk ja hap atij dhe nuk ja bën sebepin me qenë prej besimtarëve sinqert. Edhe kështu ndodh, pra vdes duke mos qenë besimtar. Dhe kjo nuk është diçka e jashtëzakonshme, për arsye se ka raste të ndryshme që familjar të afërm me vdek jo besimtar, sikurse që është rasti me Ibrahimi a.s. me babën e vet, që e ka refuzu edhe ka vdek jo besimtar. Apo, do thot edhe na e dim do thot një prej pejgamberëve më të veçantë edhe më të prej ulul azmit është edhe Ibrahimi a.s. megjithatë edhe ai ka vdek, baba i tij ka vdek duke mos qenë musliman. Kështu nuk është diçka e jashtëzakonshme, edhe diçka që Nuhi a.s. do thot e ka lut djalin e vet dhe ka vdek njëri prej tyre duke mos qenë besimtar. Ka raste edhe raste të ndryshme, pra nuk është diçka e jashtëzakonshme apo diçka e panatyrshme, pra është rrethon dhe kjo ndodh. Njerëzit do thotë me refuzu edhe mos me qenë do thotë çështja e bindjes edhe besimit, diçka që trashëgohet, por diçka domthonjë që njëri e ndin në zemrat e tyre. Prandaj edhe këtu është ajo veçantia e besimit, pra është diçka një zgjedhje që e bën secili për vetin e tij me zemrën e tij. Pra nuk është diçka që trashëgohet, diçka domthonjë që vjen mas mundet me qenë i bereqet do thotë i familjes, e i babës, e i nanës, e lutja e kështu me radhë, po asesi me qenë ai do thotë arsyeja kryesore, çashtu që nuk ka ndodhur me Ebu Talib. Megjithatë, dashnia që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj tij ka qenë evidente, që neve na jep me kuptu që nuk është do thotë ashtu që pretendojnë disa që nëse është jo besimtar e urren në çdo mas. Jo, do thotë e urren besimin ose refuzimin e tij, po nuk do thotë si njeri si personalitet me urrejt do thotë edhe me ofendu apo me mos me respektu si njeri në aspektin njerëzor. Ashtu që ka respektuar dhe i ka respektuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam njerëzit në përgjithësi. Pra, edhe nga kjo e nxjerrëm do thot atë faktin se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bashkëjetuar me jo besimtarët, edhe ka pas raporte me ta, edhe nuk është që i ka trajtuar armiqt ata në fund në çdo aspekt, vetëm pse kanë qenë mos besimtarë. Dhe këtë e kemi shpjeguar disa herë dhe po potencojmë për me e pas parasysh. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra ka pas raporte të mira me Ebu Talibin, edhe pse nuk kanë qenë në një fe. Do thotë ai ka pas fenë e idhujtarëve, ky ka qenë në fenë e Zotit Madhërisht, megjithatë kanë pas afërsi edhe kanë pas kontakte edhe respekte ndërsjell. Prej gjërave që është e nevojshme të përmendim në këtë situatë, në këtë rrethon, është edhe fakti se ky vërtetim ose ky pohim
se Abu Talibi ka vdek duke mos qenë besimtar, është pohim i ahlusunetit në përgjithësi, kurse shijat, e keni parasysh shijat në përgjithësi, pretendojnë që Abu Talibi ka qenë musliman. E ka pranu islamin edhe ka qenë musliman, dhe këtë e kanë kalu, me thonë kushtimisht, nga i fanatizmi teprum i dashnis ndaj Abu Talibit, ndaj Aliut radiallahu ta'ala anhu, që ka qenë baba i djali i Abu Talibit, apo? Aliu radiallahu ta'ala anhu, dhe ju e dini çfarë pozite ka Aliu në mesin e shia, posaçërisht ithna asherit, ata që besojnë kryesisht mos me hitash në elaborimin e besimit të tyre apo pretendimit të tyre, ata besojnë që mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë 12 imam trashëgues të asaj që ka shpjeguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, asaj që i shpall Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe këta 12 imam të gjithë kanë qenë pagabum. Domthonë që kanë ditë fshehtën, kanë ditë gajbin, dhe këta faktikisht kanë kaluar në aso ekstremi, sa që i lutën Aliut, e i lutën Hasanit, e i lutën Hysenit, e 12 imamve ranë, sikur që i lutën Zotit Madhreshëm. Pra bojnë shirk me kuptimin e fjales, dhe prandaj do thotë kjo është evidente te ata pretendojnë qysh mundet me qenë mundur që djali i baba i imamit, do thotë Aliut radiallahu ta'ala me qenë, do thotë jo besimtar, do thotë e pakashme, prandaj edhe pretendojnë se ka qenë musliman me disa rivajete të pasakta. Domthonë të pasakta pretendojnë këtë gjë, pra po du m'ja u bë me dije, për arsye se ata nëse flasin edhe ngrisin aq lart Abu Talibin dhe konsiderojnë që ka qenë musliman. Mirë po, tek ne faktet na e vërtetojnë këtë, dhe nuk ka diçka që nuk përputhet edhe me realitetin edhe me rrethanat në përgjithësi, për arsye se kemi përmend djali Ibrahimi babën e ka pas, do thotë jo besimtar, Nuhi e ka pas djalin jo besimtar, kështu që Luti alayhis salam e dini, do thotë gruaja çka ka bë e kështu me radhë. Pra kjo është, do thotë, një realitet, edhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur e njëjta, dhe ju e dini atje kur kemi fol, ndoshta edhe këtu qëndron edhe urësia e Allahut të Madhreshëm, që e ka mbrojt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Abu Talibit duke mos qenë musliman, për arsye se po hipotetizojmë tash, domthonë po themi, po ta pranonte Abu Talibi islamin, atë çfarë do të ndodhte? Atëherë me njëherë do ta hupte prestigjin që e kishte në Mekë. Nuk do të konsideroj paria e Mekasve, as i Kurejshitve, as i Hashimive. E keni parasysh, për arsye se me njëherë do t'i binte atë udhëhesja dhe atë personalitet edhe atë autoritet që i kishte. E kush do ta mbronte pastaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në këtë rrethon. Po diskutojmë, do thotë, në urtësitë e kësaj rrethane që ka ndodhur. Do thotë e ka mbrojt në gjatë tërë kohës, pothuajse 10 vite, ka qenë në mbrojtjen e tij, dhe ajo që ka përmendin disa prej historianëve, e keni parasysh ato ngjarje që kemi përmendur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është falë në Qabe, edhe ja kanë vendosur atë plancin, pastaj e ka ofendu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto ngjarje, sharjet, ofendimet, thonë që ka ndodhur masi që ka vdekur Abu Talibi. E keni parasysh, disa prej historianëve thonë kështu, për arsye se gjatë kohës kur ka qenë Abu Talibi njëri autoritativ, nuk kanë mujt m'ju vërsul në atë formë, domthonë në një formë apo situatë, ndoshta nganjëherë e kanë nënçmuar, e kanë akuzuar, e kanë shah, po jo në formë fizike me sulmu. E keni parasysh, për shkak të mbrojtjes që e ka bë Abu Talibi. Këtu ngjarje, domthonë kur ka shku Ebu Gjehli e ka shtyp me kam, edhe Uqbe ibn Mu'iti që ja ka qit plancin, thonë që këtu ka ndodhur, do thotë, masi që ka vdekur Abu Talibi në atë kohë me njëherë, për arsye se mos ka pas për krahës. Edhe kjo do thotë një gjë që ka ndodhur. Edhe këtu është një fakt që përmendet, masi që ka vdekur Abu Talibi, kush e ka marrë parinë e Hashimive, e dini, ka qenë Ebu Lehebi. Ebu Lehebi
do më njëherë ka ardhur në pozitën e Ebu Talibit. Për arsye se ju e dini Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka pas 10 axhallar. Do thotë baba i tij ka qenë 11. E keni parasysh. Prej 10 axhallarëve 6 kanë vdek. Ma herët kanë mbet Ebu Talibi, Ebu Lehebi, Hamza edhe Abasi. Këto 4 janë që kanë mbet. 2 e kanë pranuar Islamin, 2 do thotë kanë vdek si mushrik. Do thotë Ebu Talibi edhe Ebu Lehebi. Kurse Hamza edhe Abasi ka qenë i ri në moshë 3, po e ka pranuar Islamin më vonë, do me vonesë. Hamza e ka pranuar, do të kemi shpjeguar ngjarjen se si ka ndodhur pranimi i Ebu Lehebi e ka marrë parim për arsye se ka qenë më i vjetri. Abasi ka qenë i ri shumë, Ebu Lehebi ka qenë më i vjetri e ka marrë pozitën e Ebu Talibit. Dhe thuhet, në disa transmetime ka ardhur që kur e ka marrë këtë pozitë, nuk ka qenë armiqësor më ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në një kohë. Për arsye se ju e dini kur e merr njëri përgjegjësinë mbi vete, pastaj e ninte veten tash edhe një lloj ofendimi me nënçmu nipin e vet. Domthonë për arsye se e konsideronte veten se ai është mbrojtësi i kabiles vete, e keni parasysh. Edhe ka ndi përgjegjësi edhe ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thuhet që ka shku Ebu Lehebi, masi që ka vdek Ebu Talibi dhe i ka thonë qyre nipi jam, ka thonë qashtu që ke jetu në Mekë, kur ka qenë Ebu Talibi, qashtu kemi jetu edhe tash. Do thotë kur kush zguxon me të prej. Ju e keni situatën ndodh kjo shpesh edhe në rrethana aktuale, kur njeri kur s'është në pozitë fol, reagon, kur hyp në pozitë tani e ka atë sfidën e përgjegjësisë, edhe bëhet pak ma i përgjegjshëm, edhe në veprime, edhe në sjellje, çashtu që po akuzohet tash edhe Albini, e keni parasysh, domthonë e bëhet do thotë ma i përgjegjshëm. Edhe Ebu Lehebi ka ndodhur e njëjta. Kur ka ardhur në këtë situatë, pastaj do thotë osill edhe i ka thonë që çashtu që osill Ebu Talibi me ty, çashtu do të sillem edhe unë. Mirë po kur e ka kuptuar Ebu Xehli se çfarë po ndodh, ka shku te Ebu Lehebi dhe i ka thonë, shko edhe vete nipin tënë, çka thot për fen tonë edhe për paraardhësit e tu, çka thot për babën tënë vete, çka thot për migjallar, domthonë për vllaznit tu, çka thot për ta. Edhe ky Ebu Lehebi ta shkon te pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe i thu çka thuti për babën tëm, do thot për gjyshin tënë, për axhallar. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja bën një përgjigje që jo detyrimisht më kuptu që është keq. Ai thot, ai është me të afërmit e tij. Ai është me të afërmit e tij. Kjo ishte përgjigje. Edhe Ebu Lehebi e merr do thot këtë përgjigje si të mirë, do thot mirë dhe ka puna, te ka me të afërmit, domosdoshmë ai lidhja fisnore, kabiles, do thot përgjigje ishte për ta. Edhe kthehet Ebu Lehebi thot mirë më është përgjigj. Thot Ebu Xehli thot ka thonë me të afërmit e tij, po ku? Në zjarr xhenemit, që faktikisht ashtu është. Për arsye se kanë qenë jo besimtarë dhe mushrik. Edhe kur i kthehet edhe kupton Ebu Lehebi, pastaj e rikthen atë armiqësi edhe e tërheq do thot atë zotim që ja kishte bër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se do ta mbroj pavarësisht rrethanave dhe situatës, për arsye se ka thonë ti do thot je kundër paraardhësve të tu, atëherë pse më të mbrojtun ty? Do thot e ke hub këtë privilegje se ti nuk je do thot duke e rujt trashëgimin, duke e rujt do thot paraardhësit, prandaj edhe unë e heqi dorë prej teje. Pra kjo është do thotë ngjarja e parë e cila e ka mërzit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam jashtëmase dhe thuhet më një herë pas kësaj, bile disa prej historianëve thonë 40 ditë pas kësaj ndodh edhe i vdes Hatixheja, gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që me të vërtetë ka qenë një grua që e ka përkrah pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në shumë situata, edhe kemi përshu disa edhe kur kemi fol tek pranimi i Islamit nga ana e saj, që me të vërtetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa herë është përmend Hatixheja, do thot e ka përmend edhe ka lavdru, edhe domosdoshmë ka pas një kujtesë edhe një trajtim do thot jashtëzakonshëm, saqë edhe Aisha kemi përmend edhe rastet e tjera që kanë ndi një lloj xhelozie, se gjithmonë ka qenë në prioritet në krahasim me gra tjera që nuk ka mujt me zan venin e Hatixhes. Saqë një herë thot i thash pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shumë po e përmend edhe shumë po e lëvizon atë gru,
pse po e përmend, ka qenë plagë, do thot e vjetër, do ka fol, do thot fjalë jo nënçmuese, po me një fjalë me tregu veten se un jam, do thot ma e përshtatshme për ty e kështu me radhë. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e çorton Aishën, thotë jo, për Zotin, thot kur nuk mundesh, do thot në një formë me qenë në vendin e saj, për arsye se ajo është, do thot që më ka mbrojt atëherë kur gjithë më kanë refuzu, më ka besu atëherë kur gjithë më kanë refuzu, më ka mbrojt kur gjithë më kanë sulmu, edhe ka fol, do thot fjalë të shumë të lavdruese, edhe thot Aisha prej atij momenti mu kur nuk më fol diçka për Hatixhen. Do e kum pa që kjo është, do thot pika e kuqe me thonë që zbon me kalu mu, edhe kam bet aty Aisha, edhe thot më kur nuk e kam diskutu, do thot edhe kam fol për të diçka. Edhe prap është një lloj debate që kur flasin kush ka qenë, do thot për grave më të lavdruara, do thot tregohet se ka qenë, do thot edhe vlerësohet që Hatixha ka qenë, do thot graja Seyyidun Nisa, do thot është e zoja e grave të xhenetit në përgjithësi. Dhe kjo ka vdek në këtë situatë, në këtë rrethana, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mërzitur shumë. Nuk tregohet se ja ka fal namazin e xhenazës, për arsye se ende nuk ishte shpallur ky ibadet dhe ky adhurim që mja fal namazin e xhenazës, mirë po e ka marrë përsipër varrimin, qefinosjen, lëshurjen varr e kështu me radhë, edhe thuhet që mas këtij momenti pejgamberi sa një kohë gjatë nuk ka buzëqesh. Ju e dini gjithmonë pejgamberi sa ka qenë me fytyrë qelun, edhe i ka prit njerëzit dhe një kohë gjatë, do thot, nuk ka mujt me rikthy, do thot, këtë buzëqeshje për arsye të mërzisë edhe të rrethanës edhe situatës në cilën ka është gjind. Pra këto janë, do thot, dy ngjarje të cilat kanë ndodhur, edhe me të vërtetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ndi, do thot, shumë keq, edhe është qujt me kuptimin e fjalës, ka qenë, do thot, viti i hidhrimit, edhe pas kësaj pra ndodhin edhe disa ngjarje tjera, sikurse që është ai detyrimi i largimit dhe shkuarjes në Taif. Inshallah këtë do ta shpjegojmë javën e ardhshme. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.